kapem me faktin, a jemi para një situate alarmante. Them se jemi para një situate më shumë se alarmante, pasi në varësi të asaj çfarë përfaqësojmë, kemi edhe sinjalin e alarmit. Të tërë përbashkët kemi sinjalin e alarmit si qytetar, si pacient. Pasi shpresën të kurimi e kemi të bari. Këtu asnjë nga ne nuk bën përjashtim. Alarmin tjetër, në një formë e veç asaj të qytetarit, e kanë profesionistët, të cilët profesionin e tyre kanë të lidhur drejt për drejt me barin, që janë personeli mjekësor, farmacist mjek. Pse? Sepse mjeku pasi bën ekzaminimin, do plotësoj recetën dhe pretendohet që shërimi i pacientit të vinë nëpërmjet përdorimit të barit. Farmacistët si pjesa e sistemit shëndetësor, të cilët kur dëgjohen të tilla njoftime nga qytetarët e thjeshtë, perceptohen si bashkëfajtor të tilla situatave, dhe që realisht vetëm bashkëfajtor nuk janë, por janë mbuajtës të pasojave.